një presidente në detyrë, siç është zonja Osmani, që preferohet shumë nga NATO, po ashtu edhe nga SBA-t, u la jashtë nga zoti Kurti si një kandidate potenciale për presidente të ardhshme të Republikës së Kosovës. Presidenti Donald Trump ka dhënë garanci telefonike presidencës shkëlqësisë saj Vjosa Osmani. Çfarë kërkojnë islamikët e Kosovës? Çfarë kërkoni ju UDBA-sht Kosovës? Të vjetër dhe të bijas të rinj spiun, çfarë kërkoni? Edhe një herë. Presidentja ka marrë garanci Kosovash e paprekshme sa t'jenë SBA-t. Çfarë kërkoni? Albin Kurti, dhëndri i shefit shërbimit sekret serb dhe ministrit brendshëm serb për një farë periudhe. Çfarë kërkon? Ke 4 vite ke qeverisur dhe unë të kam përgëzuar në fitore, jo Partia Konservatore, po personalisht, dhe ke 1 vit e gjysmë që bën qeveri me kryeministrin në detyrë. Jeni fajtor, do të përgjigjeni për trojet etnike shqiptare, se sapo të ka thënë presidenti i Serbisë, do t'ju sulmojmë.